Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku jep urdhër, ja kush nuk duhet të pi kafe dhe sa duhet të pini sipas moshës. Është vërtetuar se kafja mund të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të disa sëmundjeve të zemrës dhe madje mund të ndihmojë edhe në humbjen e peshës. Por në disa njerëz rezultati do të mungojë dhe mundet që të ketë pasoja negative. Gjithashtu, ja kush duhet t'i kushtoj vëmendje pirjes së kafes. Njerëzit të cilët vuajnë nga sëmundjet inflamatore të zorrëve. Kafeina mundet që të përshpejtojë tretjen dhe gjithashtu të rrisë shanset për diare, e cila është një nga simptomat kryesore të sëmundjes inflamatore të zorrëve. Nëse keni glaukoma, personi intraokular mund të rritet e personat të cilët kanë glaukoma dhe kur konsumojnë kafe, nëse duhen besuar kërkimet. Prandaj, ekspertët të gjithashtu këshillojnë se gjithmonë duhet kontrolluar sasia e kafes dhe duhet të reduktuar marrja e kafeinës apo edhe të shmanget në këtë rast. Por mendoj se nevojiten kërkime shtesë, thot dietologja Angela Planels. Nëse keni një fshikës tepër aktive, të gjithë e dim se është më mirë të mos pim një filxhan të madh kafe përpara një udhëtimi të gjatë, veçanërisht nëse nuk mund të shkoni lehtësisht në tualet. Marrja e kafeinës vetëm mund të përshpejtojë punën e fshikësës, prandaj gjithmonë duhet të urinoni më shpesh. Nëse nuk pini shpesh kafe, mund të jeni shumë të ndjeshëm ndaj kafeinës, duke qenë se kafeina mund të shkaktojë një rritje të menjëhershme të presionit të gjakut dhe të përshpejtojë punën e zemrës. Është e rëndësishme që çdo person i cili ka probleme me zemrën të jetë i kujdesshëm dhe të flasë me një mjek se sa kafe mund të pi, shpjegon Kelly McGrain, nutricioniste. Gratë shtatzëna. Shoqata Amerikane e Ginekologjisë këshillon që gratë shtatzëna të mos pinë më shumë se 2 filxhan kafe në ditë për të zvogëluar shansin e komplikimeve të shtatzanisë dhe lindjes së parakohshme. Megjithatë, një studim i publikuar vitin e fundit thotë se nuk ka një sasi të sigurt kafeje për gratë shtatzëna dhe se çdo grua shtatzën duhet të flasë me ginekologun e saj se sa kafe duhet të pi. Nëna të gjithënse. Duke qenë se kafeina është një stimulues dhe diuretik, është e mundur që një nënë e cila ushqen fëmijën me gjy të vuajë nga dehidratimi. Prandaj ekspertët këshillojnë që kafeina të shmanget në këtë fazë ashtu si edhe në shtatzani. Mirë, po mos na keq kuptoni, ne e duam kafen dhe e dim që është e provuar shkencërisht se ajo ka mjaft përfitime për shëndetin. Por studime të ndryshme kanë treguar se kjo pije nuk shërben vetëm për t'u zgjuar nga gjumi, por ulet dhe rrezikun për të prekur nga sëmundje si demenca, sëmundjet e zemrës, përshpejton metabolizmin e të tjerë. Por njëkohësisht të njëjtat sugjerime kanë treguar se duhet të shmangni kafen ose të paktën ta kufizoni në raste të caktuara për të shmangur efektet anësore, duke filluar nga ankthi dhe deri tek rreziku për sëmundjet e këqija. Nëse është shumë e nxehtë, konsumimi i pijeve shumë të nxehta si për shembull kafeja apo çaji mundet që të shkaktojë sëmundje të këqija, paralajmërojnë ekspertët e mjekësisë. Mendohet se temperatura dhe jo substancat e pijeve shkaktojnë sëmundjet e ezofagut nëse është mbi 65 gradë Celsius. Prandaj duhet të tregoni të durueshëm. Mos e pini menjëherë kafen sapo të hiqet nga zjarri, por lëreni pak që të ftohet. Ju zë ankthi. Nëse ndiheni pak si në ankth sapo pini kafe,
duhet të fajsoni pikërisht këtë të fundit. Kafeina ka një efekt stimulues në sistemin tuaj nervor që shkakton lëshimin e hormonit kortizol të stresit. Në këtë rast e përkeqëson edhe më shumë ankthin dhe problemet me gjumin tek personat të cilët vuajnë nga depresioni. Për të minimizuar influencën e kafeinës, përpiqeni mos ta teproni me kafen dhe mos pini kafe 6 orë para gjumit. Kur je duke ngordhur për gjumë, kafeja mund të duket një zgjidhje shumë e mirë nëse do ta gdhish mëngjesin, por në rast të kundërt jo. Përpiqeni që të mos pini kafe para se të flini pasi është e sigurt se nuk do t'ju zër gjumi. Nëse nuk do të flini të paktën 7 orë në natë, do të fillojnë të shfaqen probleme në shëndet. Mos pini kafe që pa gdhir. Konsumimi i kafes që pa gdhir nuk do t'ju shtojë as pak nivelet e energjisë. Kjo sepse në orët e para të zgjimit, nivelet e kortizolit të stresit janë në kulmin e tyre dhe ju japin një rritje normale të energjisë. Prandaj shumë ekspert bien dakord që kafen e parë të mëngjesit ta pini rreth orës 10 deri në 12, kur nivelet e kortizolit kanë filluar të bien. Individët të cilët e kanë të vështirë të mbajnë nën kontroll gjendjen si tensioni i lartë i gjakut, diabeti, refluksi gastroezofageal, duhet të kenë kujdes me sasinë e kafes që ata pinë. Një grup shkencëtarësh nga Gjermania kanë zbuluar se kafeina bën që qelizat në enët tona të gjakut të reagojnë në një mënyrë të caktuar. Përmirëson punën e mirë të funksionimit të tyre dhe i bën ato që të performojnë si më të reja. Studiuesit besojnë se sasia optimale e kafes që na duhet për ta mbajtur zemrën më të shëndetshme dhe më të re për më gjatë është 4 filxhan në ditë. Konsumatorët e kafes jetojnë më gjatë. Gjatë viteve, studiuesit kanë vërejtur se konsumuesit e rregullt të kafes kanë më pak të ngjarë të preken nga kushte të ndryshme shëndetësore. Lista përfshin sëmundjet e zemrës, goditjet në tru, lëndimet, sëmundjet e frymëmarrjes, infeksionet dhe diabetin. Një studim masiv i 400.000 njerëzve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbuloi se njerëzit të cilët pinë kafe çdo ditë kishin më pak të ngjarë që të vdisnin nga ndonjë shkak se sa njerëzit të cilët e ndërpresin kafeinën. Por mos e teproni. Njerëzit të cilët pinë kafe rregullisht mund të pësojnë disa ndërlikime shëndetësore. Pirja e më shumë se 6 filxhan ekspres çdo ditë mundet të rrisë rrezikun e sëmundjeve të zemrës deri në 22%, sipas një studimi. Çfarë bën kafen tuaj jo të shëndetshme? Nëse jeni duke pirë më shumë se 6 filxhan kafe në ditë, nuk është vetëm kafeina ajo që mund të jetë e dëmshme për shëndetin tuaj. Shumë adhurues të kafes i ngarkojnë pijet e tyre me sheqer dhe krem që të shtojnë kalori dhe yndyrë, të cilat nga ana tjetër munden që të shkaktojnë komplikacione të mundshme shëndetësore. Është e vërtetë që sasia e duhur e kafes së zezë zvogëlon rrezikun e diabetit, por duke shtuar ëmbëlsues, krem dhe aromatizues, mundet që të rrisni nivelet e sheqerit në gjak. Duhet të keni parasysh që kafja nuk është burimi vetëm i kafeinës, ndaj llogarisni mirë të gjithë kafeinën që do të konsumoni në ditë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.